أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po filloj me ligjëratën e 59 të shpjegimit të veprës Meraki el Felah Sharh Nurul Idah të Imam Shërbulalit rahimahullah. Ligjëratën e fundit kemi shpjeguar për namazin e bajrameve, respektivisht kemi përfunduar me sunetet dhe mendubet që ndërlidhen me namazin e bajramit dhe me ditën e bajramit. Kemi arrit deri te disa veprime që janë të papëlqyera, respektivisht mekruh gjatë ditës së bajramit. Thot imami rahimahullah, wa yukrahu at-tanaffulu qabla as-salati al-Eid fi al-musalla ittifaqan. Nëse shkon në xhami ose në vend falje në musalla, shkon më herët dhe ke kohë me fal namaz nafile, 2 rekat namaz nafile, është mekruh falja e namazit nafile para faljes së namazit të bajramit. Ittifakan, sipas konsenzusit të fukahave. Wa fil beyti inda ammatihim wa huwa al-asah. Pra në musalla, në vend falje, është mekruh bittifak il fukaha. Nëse i fal në shtëpi, sipas shumicës së fukahave, është po ashtu është mekruh. Sepse kjo bëhet fjalë për kohën mas faljes së namazit sabahit deri në kohën e namazit bajramit, sepse është vakti kerahet, është vakti ndaluar namazi. Pra, nëse bëhet fjalë e namazit nafile në musalla, është mekruh sipas konsenzusit fukahave, dhe në shtëpi me i falë të 2 rekate sipas shumicës së fukahave, dhe kjo është mendimi më i saktë. Lianna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja fa salla bihim al-Eid lam yusalli qablaha. Sepse thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka dalë për në musalla për t'u fal njerëzve namazin e bajramit dhe nuk ka fal la qablaha para namazit bajramit, wala ba'daha, e as pas namazit bajramit s'ka falën as një namaz nafile. Hadithi është muttafikun alayhi, Bukhari dhe Muslim. Pra, as për para bajramit, para namazit bajramit, e as pas faljes së namazit bajramit, nuk lejohet, pra është mekruh falja e namazit nafile në musalla, për shkak të veprimit se pejgamberi s'ka fal as para, as mbrapa. Wa yukrahu at-tanaffulu ba'daha, ay ba'da salati al-Eid fi al-musalla faqat. Mekruh është që të falet namaz nafile mas faljes së bajramit vetëm në musalla, në vend falje, ose në xhami. Fala yukrah fil bayt. Kur të kthehet te shtëpia, mundet me fal. Por para as të shtëpia, as të xhamia. Po i them xhamia, po musalla. Kurse mas bajramit, mas namazit bajramit, është mekruh të falësh te gjitha llojet e namazeve, madje edhe tahiyatul masjid është e ndaluar. Kurse mas bajramit, te xhamia është mekruh, kur të vish te shtëpia mund të falesh. Ala ikhtiyari al-jumhur, sipas mendimit të xhumhurit, pra shumicës së fukahave, te shtëpia është e lejuar falja e namazit të bajramit, të nafiles mas bajramit. Li qawli se Ebi Said al-Khudri, sepse thot, e transmeton Ebu Said al-Khudri radiallahu anhu, thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Eid shay'an. Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam nuk falte kur gja para namazit të bajramit,
fa idha raja'a ila manzilihi salla rak'atayn. E kur u kthente në shtëpi, i falte 2 rekate namaz nafile. Ky hadith është suneni i Ibn Majahs. Wa qala Ibn Hajar al-Asqalani në Fathul Bari thot isnaduhu sahih, senedi i këtij hadithi është sahih. Do thot që nuk është Buhariu hadithi, po Ibn Hajari thot se ky hadith që është te Ibn Majah, senedi i hadithit është sahih. وابتداء وقت الصحة kur fillon koha e vlefshmërisë së namazit të Bajramit, kur fillon hyn koha e faljes së namazit të Bajramit, min irtifa'i shamsi qadra ar-ramhi aw ramhayn. Koha e namazit sabahit fillon kur dielli të ngritet e Bajramit, kur dielli të ngritet 1 ose 2 shtiza. Tani këtu ka ikhtilafe për të përkthyer në minutazh këta. Për të përkthyer për shembull me thon 30 minuta, 40 minuta, po te ne dihet si përdoret diku rreth 40 minuta, 40 minuta hin. Në realitet, kjo është koha e namazit të duhas. Prandaj ka dietar fukaha islam që thonë, nëse e hasni diku në për literaturë, këtë për duhet të bëj si të nëbi, si sqarim, nëse e hasni diku se namazi i Bajramit, thonë fukahat, namazi i Bajramit në esens është namazi i duhas. Është namazi i duhas. Vetëm se kërkohet të falet ala wajhin makhsus, në mënyrë të veçantë, për shkak se falet në të njëjtën kohë. Pra, fillon me ngritjen e diellit për 2 shtiza, deri kur? Deri në momentin kur dielli është në ose kubejl zeval, deri pak para zevalit, para dielli kur është në zenit. Hatta deshta zbardhët balki, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, thot sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam kana yusalli al-'ida wa hiya hina tartafi'u ash-shamsu qadra rumhin aw ruhmin. Sepse transmetimi thot pejgamberi alayhi salam e ka fal namazin e Bajramit kur dielli është ngritur 1 apo 2 shtiza. Mirpo ky hadith, si thot autori, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'ida, sepse pejgamberi e falte Bajramin, wa hiya hina tartafi'u ash-shamsu qadra rumhin aw ruhmin. Për këtë hadith thot gajru ma'ruf fi kutubil hadith. Ky hadith nuk është i njohur në librat e hadithit, nuk ka senet në librat e hadithit, kema fi Fathi Babul Inaya, thuhet në librën e Fathu Babul Inaya. Po, ajo që ka e vërteton këtë, është se në këtë kohë pra ndalohet falja e çdo lloj namazit. Falau sallu qabla dhalike la takunu salatu 'idin, bal naflan muharraman. Nëse e fal para kësaj kohe, para se me ngrit dielli, nuk konsiderohet namaz i Bajramit, konsiderohet nafile, po i shoqëruar me muharraman, me ndalim, me mekruhi tahriman. Ila kubejli zevali, deri pak para se dielli të kalon në zenit. Kema warada bihi al-athar, ashtu si që janë transmetuar etherët, pra hadithet nga pejgamberi alayhi salatu wassalam.
kejfijetu salatihima al-Eidain, kejfijetu salatihima, mënyra e faljes së dysia është salatihima, mënyra e faljes së dy bajrame, si falet, tash po e shpjegon se si falet bajrami. An yanviya inda adai kullin minhuma, ai që e ka bërë që don me e fal namazin e bajramit, e ban nijet për faljen e namazit të bajramit për cilin e fal, fitr apo kurban bajramit apo fitr bajramit. Salat e Eid e ban nijet me e fal namazin e bajramit, bi kalbi, me zemër. Nijeti gjithmonë bëhet me zemër. Wa yaqulu bi lisanihi, e me gjuhën e tij thot: usalli salat al-Eid lillahi ta'ala. Po e fali namazin e bajramit, fitr bajramit apo kurban bajramit, për hir të Allahu xhalla shanu. Imamen wal muqtadi, kur është imam, duhet me bo ana imamun, pra unë jam imam. Wal muqtadi yanwi al mutabi'a aidan. Imami e ban nijet, pra nevojtë në usalli salat al-Eid këdha ve këdha, këtë ose këtë, ana imamun, unë jam iman, për ka, limen tebe ani, për ato që më pasojnë. E a i shka është gjemat, a e ban njet i këtë dhejtu bihadel imam. Imam e ban njet për gjematin që i pason, a gjemati e ka, thot, po i bashkan gjitem imamit. Sikur të namazet tjera, vetëm se këtu është për kurban, për bajramin, së do tjetë. Thumme, mos i të ban njetin, ju kebbiru lit të harimeti, e merë tekbirin filestar. E thot tekbirin filestar, që është rukën i namazit. Thumme jekra al-imam wal-mu'tem, e thina. Pastaj, mos i të merë tekbirin filestar. Këndon subhanën, e thina, subhanën imami edhe gjemati. Imamu wal-mu'tem, edhe i shka është imam, edhe i shka është gjemat, e kënon subhanën. Subhanaka Allahumma wa bihamdike. Ila akhiri, deri në fund të subhanët. Li ennehu, yani subhana, sepse subhanja, shurja fi awwali salat, është liqësuar që të bëhet në fillim të namazit. Fa yuqaddemu ala tekbirati zevaid fi dhahiri rivaja. Pra subhanja këndohet, lexohet para tekbireve të bajramit, që quhen në terminologji tekbirut zevajt, tekbirët shtes. Këto tekbirët e bajramit e kanë emrin tekbirat e zevajt. Por subhanja këndohet para se me i lexuar, me i marrën tekbirët, kështu thuhet në dhahirur rivaja, në ato 6 librat e medhebit Hanefi që quhen dhahirur rivaja. Thumme, mos i ti merë tekbirët, mos i ta këndon këtë subhanën, ju kebbir el imam o el qaum tekbiratu zevajt. Imami dhe gjemati i marrin tekbirët të quajtura e zevaid. Sumjet biha, yani bi zevaid, li ziyadetiha ala tekbiril ihram wal ruku. Quhen tekbirët shtes, sepse janë shtes nga tekbiri i ihramit, filestar, dhe tekbiri i rukujt. Wa yukarriruha thalathan, e përsërit tekbirin 3 herë. Pra, e merë tekbirin filestar, e këndon subhanën. Masi ta lexon subhanën, i merë 3 tekbira, duke i ngritur durt, na vjen tash më poshtë, por merën 3 tekbira që quhen tekbiru zevajt. Wa huwa madhhabu ibn Mas'udin. Kjo është madhhabi i ibn Mas'udit, prej cilit, kam thonë edhe shumë herë dhe më kanë kontestuar njerëzit, se kjo është edhe madhhabi, mendimet e ibn Mas'udit, me shumicë janë mendimi i Imam Ebu Hanifës, dhe është një themelues i vërtet i madhhabit Hanefi.
ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار 3 تكبيرات. Nuk I merr tekbirë shpejt. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Por e merr tekbirin Allahu Akbar dhe I lishon durt poshtë, nuk lidhësh. I lishon durt poshtë. Jeskut bën një heshtje sa të thuhet 3 herë normal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apo të bën një pushim sa të thuhen 3 tekbire shkurt në veti. Pra jo në gjithë njëni mos tjetrit në të formën e përshpejtuar, për e ka një pushim. Thot kisë sukuti është ashtë sa thuhen 3 herë tekbirët një tekbir. Fi rivajeti an Ebi Hanife li alla yashtabih ala al-ba'idi an al-imam. Kërë shejtani Imam Ebu Hanifja këtë heshtjen mes tekbirëve për ata njerëz të cilët janë larg nga imami. Pa e merr parasysh edhe zërin I cili shkon, se sado që tjetë ai larg, vonohet pak zëri. I mikrofonit apo nëse s'ka edhe ma shumë vonohet. Wala yusannu dhikrun mes këtyre tekbirëve. Kur e merr tekbirin e parë, Allahu Akbar dhe I lishon durt. Nuk është sunet që të bëjsh ndonjë formë të dhikrit. Thosh diçka subhana rabbil ala, apo thosh diçka. La yusen. Nuk ka sunet këtu. Por thot, wala ba'as bi an yakul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Mes tekbirit parë dhe dytit, nuk ka sunet, nuk është sunet, do një dua e veçantë. Wala ba'as, e kemi thënë se në fik, kur të lexohet fjala la ba'as, s'ka gjë të keqe. Fjala la ba'as do me thonë, ma mirë është mos me e vepru se sa me e vepru. Por nëse e vepron nuk prish punë. Por mos me e vepruan është më e preferuar. Për atë përdorin fukahat, fala ba'as, s'ka gjë, ama me I hik është më mirë. Nëse fala ba'as, nëse e thot këtë mrenda të tekbirëve, fala ba'as, do thot nuk prish punë. Yarfa'u yadayhi al-imamu wal-qawm. Gjatë tekbirit parë dhe tekbirëve të bajramit, imami I ngrit duart, edhe imami edhe xhamati, për fi kullin minha, në çdo tekbir, secilin tekbir, për dallim nga tekbirët e namazit të xhenazës ku nuk ngritën durt. Mas secilit tekbir nuk lidhet në namaz, por se I lëshon durt poshtë. Wa taqaddama annahu sunnatun. Kjo thotë kemi thënë më përpara se është sunnet, ngritja e duarve është sunnet. Thumma yata'awwadh, pastaj el imam e këndon ta'awudhin, masi I thot 3 tekbire dhe lidhet namaz. Thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yusammi sirran bismillahirrahmanirrahim. Edhe a'udhu billahi, ta'awudhin, edhe bismilën imami e lexon sirren, pa zan. Thumma yaqra al-imam al-Fatiha. Thumma yaqra sura. Wa nudiba an takuna, është mendop që në namazin e bajramit, an takuna në rekatin e parë, pra mas 3 tekbireve këndon ta'awudhin bismillahin, është mendub, pra sunnet, që të këndohet surja Sabbih isme rabbikal a'la tamamen, komplet surja. Jo një pjesë e surës, po komplet surja. Thumma, pastaj yarka'u, pastaj shkon në ruku. Al-imam wa yatba'uhu al-qawm, shkon imami në ruku, xhamati shkojnë mas imamit. Fa idha qama li-thaniya, pra shkon në ruku, shkon në sejdë, sikur namazet tjera. Kur çohet në rekatin e dytë, ibtada bil besmele, fillon me bismillahin, por pa zan. Thumma bil Fatiha, pastaj me surën Fatiha, pastaj surën
li yuvali bejnë l-qiraatejni, pra që të bashkon mes këtyre lezimeve, mes lezimeve të rekatit parë edhe rekatit të dytë. Lezimi i Kuranit në rekatin e parë mas tekbireve, për ta lidhë me rekatin e parë lezimin, sepse në rekatin e dytë lezimi i Kuranit është para tekbireve. Wa huwa al-afdalu indana, kjo është më e preferuar te ne. Ço do thot? Lejohet, do thot, nëse në rekatin e dytë tekbirët e zevajt, tekbirët e bajramit merren fillim të rekatit, fela abes, nuk e prish namazin. Po afdal është në fund. Këtu Ebu Jusufi dhe Imam Muhamedi thonë teavudhi. Teavudhi, fjala eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yatba abat teavudhi për shkak të lezimit, i bashkangjitët lezimit apo subhanës? Imam, edhe në namazet tjera. Ebu Hanifja thot, teavudhi është për shkak të lezimit të Kur'ani Kerimit. Ebu Jusufi thot, jo, kjo i bashkangjitet subhanës. Kjo nënkupton se si pas mendimit të Ebu Jusufit, të namazi i bajramit lexohet subhania, lexohet teavudhi, pastaj merren tekbirët. Sepse teavudhi, pra udhu billahi minash shaitanir rajim, i bashkangjitet subhanës. Ebu Hanifja thot, jo, edhe Muhamedit, teavudhi i bashkangjitet lezimit Kur'ani Kerimit. Prandaj bëhet subhania, merren tekbirët, e ban teavudhin dhe më njëherë fillon me leximin e Kuranit. Te namazi i bajramit. Te namazet tjera ku çka muj me nxjerr dallimi, po njëjtë thoj, jo s'është njëjtë. Se teavudhi, eudhu billahi minash shaitanir rajim, nuk është sunnet për me lexuar për atë i cili nuk lexon Kur'an. Sipas Ebu Hanifës. Xhamati lexon Kur'an mas imamit, e këndon subhanun dhe përfundon, teavudhi nuk e lexon, se s'ka me lexuar Kur'an. Imami e lexon, sepse imami ka me lexu Kur'an, teavudhi i bashkangjitet atij që lexon Kur'an. Këtu është një dallim që e bojnë këta. Wa nudiba an takuna suratu hal ataka hadithul ghashiya, në rekatin e dytë. Thot transmetohet se pejgamberi transmetohet prej Imam Ebu Hanifës, yerfa'u ila nabi, Imam Ebu Hanifja transmeton, pra në musnedin e Ebu Hanifës transmetohet një hadith që e lidh te pejgamberi alayhis salam, se pejgamberi alayhis salam në namazin e bajramit dhe ditën e xumë e lexon te sabbih ismi rabbikal a'la dhe hal ataka hadithul ghashiya. Wa rawahu marratan fi al-'Eid faqat. ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد الثلاثة يرفع يديه الإمام والقوم فيها كما في الركعة الأولى. Pra jemi në rekatin e dytë tash. Imami e lexon Fatihan, e lexon hal ataka hadithul ghashiya, dhe çka ban? E merr tekbirët e bajramit, tekbirët zevaid, 3 tekbirët. Në 3 tekbirët i ngrit durt imami dhe xhamati mas tij. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekbirin e 4, i cili është më vajib në këtë rast, te namazi i bajramit, tekbiri për ruku, te namazi i bajramit është vajib. Për me ndërprekët, tekbirin e 4 shkon në ruku. Min ziyadet at-takbir ala thalathati fi kulli rakatin. ومن تقديم التكبيرات ومن تقديم التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية للقراءة لأثر ابن مسعود. Këtu
përmend 3 tekbirat dhe në fund të leximit, sepse ka ethere që merren edhe përpara, pra në fillim sikur në rekatin e pas, dhe ka ethere pra transmetime se numri i tekbireve mund të jetë edhe më i madh, të jetë 4, 5, 6, 7 e kështu me radhë, varësisht se si vijnë transmetimet. Te Ebu Hanifja është 3. Kjo është sipas transmetimit që vjen nga Ibni Mas'udi radhiyallahu anhu. Imam Ebu Hanifa radhiyallahu anhu thot: "Wa ukhtira qawluhu", thot e ka zgjedh qawluhu, e ka zgjedh mendimin e tij li qawlin nabi, mendimin wa ukhtira qawluhu, që këtë damiri lehu kthehet Ibn Mas'udi. Imam Ebu Hanifa e ka zgjedh mendimin e Imam Ebu Jusuf e këtij Ibn Mas'udit, Abdullah ibn Mas'udit e ka zgjedh li qaulin nabi, sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Raditu li ummati ma radiyahu ibn ummi abdin." Thot unë jam i kënaqur me atë që kënaqet Abdullah ibn Mas'udi, këto është për qëllim. Ku si e zgjidh problemin e Ebu Hanifja? Thot e kam zgjedh Abdullah ibn Mas'udin sepse e ka pëlqy pejgamberi alayhis salam dhe ka thonë: unë jam i kënaqur në një transmetim tjetër. Pejgamberi thot merrni atë që a jep Abdullah ibn Mas'udi. Fa in qaddama at-takbirat fi ar-rak'ati ath-thaniya ala al-qira'ati jaz. Nëse i ka këndu tekbirët e bajramit në fillim të rekatit të dytë, gjaze. Li anna al-khilafa fi al-awlawiyati la fi al-jawaz. Këtë du të kuptoni. Ka ikhtilaf mes fukahave, a duhet të lexohen në fillim të rekatit dytë, a në fund të rekatit dytë, tekbirët. Ikhtilafi mes fukahave nuk është në lejueshmëri, lejohet dhe s'lejohet. Është në afdalije, në aulawije, në përparësi cila është më e mirë. Pra që të dyjet lejohet. Por njëri grup thot, në fund është më mirë, grupi tjetër thot në fillim. Nuk është ikhtilafi se lejohet apo s'lejohet. Pra nëse e merr në fillim, namazi është në rregull. Wa kadha law kabbara al-imamu za'idan amma qulnahu yutabi'u al-muqtadi. Nëse imami gjatë faljes së bajramit zada i ka shtuan tekbirët, ka marrë tekbirët zaida, amma kulna, pra asaj që e tham, 3 në tham, yutabi'u al-muqtadi, imami merr tekbirët, i merr tekbira, ai merr 5 ti 5, ai 6 ti 6, ai 7 ti 7. Deri në sa? Deri në 16 tekbira. 17-in nuk i ban tabima, nuk i shkon mas imamit. Këtu e ndërpret. Pse deri në 16? Ila 16 tekbira. Sepse deri në 16 tekbira ka ether, ka transmetime, ikhtilafat. Transmetime të ndryshme. Deri këtu ka. Me cilin do të transmetim të veprosh je mrenda. Po të 17 mos ka dhe këtu, del më jashtë krejt kontrolës. Fa in zade la yalzamu muta'abatuhu. Nëse imami shton mbi 16, atëherë ti nuk e ke obligim me ju bashkangjit atij. Po pse themi, sepse përket këta ka ethere. Mirë po, ka një mesele tjetër. Të treshi e kalluhu muttafikin janë krejt. Të treshi janë krejt, mukhtelifin fi ziyada. Edhe ato shka thonë 7 tekbira, ato shka thonë 5 tekbira. Edhe ato pajtohen me treshin, këtu janë muttafikin. Po e bojmë preferimin të 7, të 5, të 9, ku e di unë. Deri në 16. Gjoni këtë mesele. Wa idha kana masbuqan yukabbiru fima fatahu bi qawli Ebi Hanife. Nëse mesbuk
ai që ka shkuar në xhami dhe i ka kalu një rekat. Dhe unë kam shku në xhami. Imami jem, që ne ka fal Bajramin, rekatin e parë se kam rrinë. E kam rrinë rekatin e dytë. Ose e kam rrinë në sejdë të rekatit parë, por rekatin se kam rrinë. Imami jem, që ne ka fal Bajramin këtë rast, si pas medhebit të ati, si pas bindjes ati, mos të them medhebit, i ka bo 7 tekbire, ose 10 tekbire, në rekatin e dytë. Unë kur qona tash, se unë kam thonë, i këtë dejtu bihadhe l'imam, ju kam bot të abi këti imami. Imami jep selam. Dhe unë qona për me e falë rekatin e dytë, respektivisht parin që më kam betë. Tani tekbiret, a duhet t'i marë sa i ka morë imami, 7, apo 10, apo 12, apo unë duhet këthem të asli jem se unë jam i medhebit Hanefi dhe imami jam thotë se tekbiret janë 3. Në këtë rast, si pas mendimit të Ebu Hanifës, dhe kjo është fetvaja, ki i merë 3 tekbira, nuk i merë 7, ndahet prej imamit. Edhe pse ka thonë i këtë dejtu bihadhel imam, ju drejtoha këti imami, në momentin kur imami del prej namazit për mes selamit, ky në një farë mënyre është munferid, është i vetmës dhe kthehet në bazën e tij dhe i merr 3 tekbire e nuk i merr 10. Thot nëse e ka zon imamin wa idha in adraka al imam rakian, nëse e ka zon imamin ka hin xhami të e fal Bajramin, imamin e ka gjetë në ruku. Imami ka shku në ruku. Ki çka duhet me ba? Duhet ahrame qaimen, tekbirin fillestare merr në kam. Edhe në namazet tjera, pa e flas për xhamat, ka plot xhamat, kur hin në xhami, e zon imamin në ruku, edhe ai drejt shkon bjen në ruku pa e marr tekbirin fillestar. Pa thonë Allahu Akbar. Këto nuk kanë namaz. Ka hin në xhami xhamati, imami është në ruku, edhe kimet nga me drejt ka ra në ruku, se ka marr tekbirin. S'ka namaz, se tekbira është rukën i namazit. Duhet me marr tekbirin. Tekbirin duhet me marr në kam duke qëndru, hala. Me thonë Allahu Akbar dhe me shku në ruku. Thot, nëse në Bajram e gjon në ruku, e merr tekbirin fillestar të namazit Bajramit në kam, edhe tekbiratu zevajt i ban në kam, in emine, nëse është i sigur se do të gjon, do të zen imamin në ruku. Nëse nuk është i sigurt, tekbirin fillestar e merr në kam, tekbiret tjere e merr fil inhina, duke u përul ose duke qëndruar në uljen e tij. Wa illa yukabbiru al-ihram qa'iman, pra nëse nuk është i sigurt se do të mrin imamin, thumma yarka'u musharikan lil imami fi ar-ruku' wa yukabbiru az-zawaid munhaniyan bila raf'i yadayhi. I merr tekbirin duke ra dhe duke qenë në ruku, por pa i ngrit durt. Pse pa i ngrit durt? Sepse në këtë rast është kundërshtim i sunnetit. Kundërshtimi i sunnetit me një sunnet kurbat, përparësi veprimi ka të bëhet sunneti i cili është në vendin e vet. Në këtë rast në ruku, sunnet është që me dur me i kap gjunjët. Është sunnet me i kap gjunjët, kur jem ruku. Nëse ti e zbaton sunnetin e ngritjes së durve, e ke lëshu sunnetin që në këtë moment është ky sunnet, pra kapja e durve, për mos me u kundërshtu me zveti, e vepron këtë që është në kohën e vet. Pastaj, masi që të falët namazi i Bajramit, pra, këtë gjonët tjera shkojnë normale, të shehudi, ulja në fond, sejshdët, këto nuk kanë dallim prej namazëve tjera, për atë edhe nuk i merr këto, nuk ndalet në këto gjana.
Thumma yakhtubu al-imam ba'da as-salati khutbatayn. Masi t'jepet selam, imami i ban khutbën me 2 khutbe, iktidaen bi fi'lin nabi, duke pasu pejgamberin alayhis salam. يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر لأن الخطبة شرعت لأجله. Thot në khutbe imami duhet me shpjegu për sadakatul fitrin, kush e ka obligim, kur është obligim, sasia si jepet, dispozitat që kanë të bëjnë me sadakatul fitrin. Ibn Nujaymi në El Bahr, në veprën e tij El Bahr, thot këto mësime dhe kje përmendi ku ma vonë, këto mësime e ka obligim, vajib, khatibi që këto udhëzime, këto dispozita, e ka obligim khatibi që t'ua jep xhamatit xhuman e fundit pas të cilit vjen bajrami. Nëse është fitr bajrami, xhuman e fundit, khatibi në hutbe e ka për obligim me u kallëzu çka është sadakatul fitri, kur jepet, si jepet, çka bëhet. Sepse nëse ngel për ditën e bajramit është varma, nuk mund të, ose i hedh njerëzit në vështirësi. ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة. Mes 2 khutbeve, ulet me një ulje të lehtë, do thot, sikur në khutbën e xhamas, wa yukabbiru fi al-khutbati al-idain, wa laysa lidhalika adadun fi dhahiri ar-riwaya. Sa herë thuhet tekbiri në khutbe, sepse prej suneteve të khutbës dhe gjitha khutbet zakonisht fillojnë me fjalën Elhamdulillah, me tahmid, për dallim prej khutbeve të bajramit që fillojnë me tekbir. Mirë po të tekbirët nuk ka numër të caktuar, 3 herë, 5 herë, 7 herë, 9 herë. Pra nuk ka numër fiksuar se kaq dhe nuk ban paket. ويستحب أن يستفتح الأولى ب9. Pra pjesën e parë të khutbes të fillon me 9 tekbira është mustahab. والثانية ب7. قال عبد الله بن مسعود هو السنة. Abdullah ibn Mesudi thot kjo praktik është sunet, që 9 tekbira të jenë të parën, 7 në të khutbën e dytë. ويكبر القوم معه. Edhe xhamati e bën tekbirin bashkë me do shka ndëgjuar. ويصلون على النبي في أنفسهم. Dhe I çojnë salavat pejgamberit fi anfusihim pa zon. Imtithalan lil amri wa sunnatan al insat. Imtithalan li amri, për të çuar vën urdhrin, dhe këtu është sunnatul insat, por në shpjegimet tjera është vajibul insat. Heshtja nuk është sunnet të hutbja, është vajib. Po ki e përdor nocionin sunnet në shpjegimet tjera që e kanë bërë këtë e kanë parë, të thot vajibul insat, sepse nuk është sunnet me hesht, po është vajib me ndëgjuar khatibin. Edhe për me çuar vën urdhrin për salavat, e çon heshtje, edhe e ruan vajibin e heshtjes. Men fatethu salat lam yudrikha mal imam la yaqdiha. Kujti ka ka shku te xhamia, ka dhënë selam imamit, se kem rrinë nuk bëhet kaza. Namazi I bajramit nuk falet kaza. Sepse li'annaha lam tu'raf qurbatun illa bi sharait. Sepse namazi I bajramit nuk mund të konsiderohet kurbe, adhurim, afrim te Allahu vetëm se me kushtet veçanta, që nuk mund la të timmu bidun el imam, nuk mund bëhet pa imamin, këto është imam udhëheqi është, au sultan, au me amuru huaj që zaven si ti që urdhëron. In sha'a insaraf, ke shku të xhamia, të musallaja, kur kem rrinë xhama imami ka dhënë selam. In sha'a thot insaraf, nëse do kthehet. In sha'a, po nëse do çka ban?
insha salla nafla. Nëse do fal namaz nafile. Vel afdalu, tash kjo është çudia, thot vel afdalu arbaun. Fayakunu lahu salatu duha. Fal nafile, por më e preferuar është që të falet 4 rekat, sepse kjo është namazi i duhas. Për atë thash në fillim, ka prej fukahave që namazin e Bajramit e konsiderojnë salatu duha, por vetëm se ala vejhin makhsus, ke falet mënyrë të veçantë. Lima ruvje an Ibn Mas'ud annahu qal, Ibn Mas'ud radiallahu anhu ka thonë, men fatethu salatu l'idi salla 4 rekat, yakrau fil ula. Thot kujt i ka kalu pa e fali, ka kalu namazi i Bajramit, i fal 4 rekate nafile. Në rekatin e parë e këndon surën Sabbih isma rabbikal a'la, në rekatin e dytë wa shamsi wa duhaha, kuptohet pas elhamit, në rekatin e tretë wa lejli idha yaghsha, dhe në rekatin e 4 surat wa duha wa lejli idha saja. Wa ruvje dhalike anin nabi, dhe kjo thot është transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Wa tuakhiru salatu al-Eid al-Fitr bi udhrin, namazi i fitr Bajramit mund që të prolongohet një ditë, të falet ditën e nesërme bi udhrin, nëse ka arsyetim. Për shembull, kanë ardhur mas dite dëshmitarët dhe kanë dëshmu se e kanë pa hanën. E kanë pa hanën. Hanën e re. E kanë pa hanën e re dje, jo sot, se sot s'kanë pas mësime e pa. Tani sot është dita e Bajramit. Po kjo është mas drekës, dhe namazi i Bajramit nuk falet mas drekës. Kjo është arsyetim që ditën e nesërme të e falish namazin e Bajramit. Kurse nuk falet pa arsyetim. Pra nuk ka arsyetim, nëse nuk ka arsyetim nuk mund të shtihet. Wa qaidu al-udhri lil jawaz la lin nafi al-karahati. Pra këtu nuk bëhet fjalë për kerahet, po për lejim. Jo që është mekruh nesër. Po, për lejohet me fal, do thotë nuk është mekruh idha kana bi udhrin. Fa idha lam yakun udhrun, po s'ka arsyetim, la tasihhu fil ghad. Sepse s'bëhet kaza. Nuk është i vlefshëm ditën e nesërme. Lakin fil adha yuakhiru, tash ka fillu të këto këtë tash çka ka fol, po, çka ka fol për namazin e fitr Bajramit. Tash po i kallzon disa karakteristika, unë po i bëj më shkurt pak. Kurban Bajramit. Te fitr Bajrami, tham se prej suneteve është që para se me dalë në xhami të hahet diçka, ambëlsir, nëse janë hur me tek. Te Kurban Bajrami është e kundërta, që të mos hahet asgjë derisa të kthehet dhe ushqimi i parë i tij duhet të jetë për nga kurbani i tij për ata që therrin kurbana, për ata që nuk therrin kurbana, është tjetër punë. Dallimi tjetër, kjo është dallimi i parë. Wa yukabbiru fi at-tariq. Wa yukabbiru fi at-tariq dhahiban ila al-musalla jahran istihbaban. Te fitr Bajrami, thamë se tekbiri gjatë rrugës, sirren pazan, është e preferuar, sunnet. Te Kurban Bajrami, është gjahrën, është mezan, është e preferuar. Kema fa'alen nëbi, si që ka vepruar pejgamberi, alayhi salatu wassalam. Në khutbën e Bajramit të Kurbanit, khatibi yubajjinu men tajibu alayhi wa mimma tajib wa sinnu al-wajib wa waqtu dhabhihi wa dhabi e kështu me radhë. Te Kurban Bajrami dallimi tjetër është se në khutbe imami i mëson për kurbanin të e para për fitrët, për sadakatul fitrit. Wa yuallimu at-takbiru at-tashrik.
Tjetër sen çka dallon prej fitër, se këtu ka tekbirut tashrik. Tekbirut tashrik. Tekbirut tashrik, të cilët janë tekbirat që lexohen pas farzit. ويجب التكبير التشريك في اختيار الأكثر. pra është tekbirët tashrik, e këmbje tekstin më së them tash. Është vajib, recitimi, thënja, leximi i tekbireve është vajib. Wadhkuru Allaha fi ayamin ma'dudat. Basta ajetit. Min ba'di salat fajri Arafa. Fillojnë me namazin e sabahit ditën e Arafatit. Akibe asri l'Eid, deri kur? Deri pas namazit të iqindijës ditën e parë të Bajramit. Janë 8 namaze. Li iniqadi l'ijma alel eqal. Kjo është qëndrimi i Ebu Hanifës. Tekbirët tashrik fillojnë me sabahin e ditës së Arafatit, përfundojnë me farzin e iqindijës ditën e parë të Bajramit. Kjo kohë, që janë 8 kohët namazit, është bi ijma il ulema. Është sipas konsenzusit krejt fukahave. Çka do të thotë? Ma pak se kaq jo. Këtu është fillimi. Alel eqalli, ijma alel eqalli, këtu ka konsenzus për minimumin. Wajati bihi merreten bi shart an yakuna fawr kulli salat fardin, kur thot pas çdo namazi farz, e përjashton nafilën, e përmbledh namazin e xhamas, do thot edhe mos namazit xhamas lezohen tekbirët, po ve kharaja an-nafl wal vitr wa salatul janaza wal eid. Pra nuk lexohet mas namazit nafile, nuk lexohet mas vitrit, nuk lexohet te namazi i xhenazës dhe nuk lexohet te namazi i Bajramit. Idha kana dhalika al-fard udiya ay sulya ولو كان قضاء من فروض هذه المدة فيها. تكبير التشريك është vajib me i lexu edhe nëse e fal kaza, namazin kaza, prej namazeve të kësaj kohe që kanë met mrenda. E kemi të jo të namazeve tjera. Për shembull, ditën e Bajramit, të ka met pa e fal të zam, namazi i drekës, dhe e fal në akşam, ose e fal, ku e di unë, mrenda kohës të tekbireve, e fal kazat, ka met namazi i sabahit. Se i drek e kësaj nuk del, si mas mendimit të Ebu Hanifës. Nëse të ka ngel namazi i drekës, me i qindijën, du të kalon i qindija, që të falish kazat drekën. Po me kalimin e qindijës kalon koha e tekbireve. Këtu është në pyetje vetëm namazi i sabahit, ose namazi i akshamit, ose namazi i cis, namazi ditës Arafatit. Pra ato namazet që kanë met mrena kësaj koha dhe i fal kaza, e ke vajib sa dhe atë tekbirët të shrikin me e lezu. Dhe thot si mas imam Ebu Hanifës, këto janë nëse falet namazi me xhamat. Idha salla munfaridan fala yajibu alayhi. Nëse e fal me xhamat janë tekbirët, nëse e fal vetëm nuk e ki. Ky është qëndrimi i imam Ebu Hanifës. Wa qala Ebu Jusufi dhe Muhamedi thonë, yajibu tekbir, tekbirit të shrik është vajib, faura kulli fardin ala men sallahu, mas çdo farzi për atë që e fal farzin, walau kana munfaridan au musafiran au qurawiyan. Edhe kur e fal vet, edhe kur je misafir, edhe kur je në fshat, kudo që t'jesh, që e fal namaz edhe për burrat, edhe për gratë.
edhe për krejt që e falin namazin, a ke fal farz, e ke vajib me ba tekbirin. Burrat e thonë me za, është vajib me e thonë me za, kurse gratë e thonë pa za për shkak të fitnes. Zëri i tyre konsiderohet fitne. Pra, dallimi ku është? Te Ebu Hanifja më thot, vetëm nëse e ke fal me xhamat, nëse ke fal vetëm se ke vajib tekbirin. Abu Jusufi dhe Muhamedi po thonë jo, a ke fal farz, mos farzit, e ke vajib tekbirin. Prej kur deri kur? Min yawmil Arafa, prej ditës së Arafatit, deri në ditën e 4 të Bajramit, respektivisht ditën e 3 min ejamit të shrik. Literaturë se mund të gjajsh edhe në këtë formë, edhe në këtë formë, pra të pëjbaj. Nëse thot në ditën e 3 min ejamit të shrik, se ditët e të shrikut fillon dita e 2 e Bajramit është dita e parë të shrikut. Dita e 2, e 3 dhe e 4. E Bajramit është dita e të shrikut. Ose ki thot, ala më e komplikume, li ennehu tabalil mektubet min fajri Arafa ila akibe asri jaumil khamisi min jaumil Arafa. Këtë ditën e 5 të Arafatit. Ajo është dita e 4 e Bajramit, ose dita e 3 të shrikut. Nëse jo xhallar i dim. Fejekunu ila akhiri e jamit të shrik. Wabihi, ej bi qaulihima, kujdes të që kjo është. Wabihi, ej bi qaulihima, ju'mel wa alejhi l-fatwa. Prandaj, këto informacionin ngelin të ne, por në xhamat, nuk është pa tjetër të shpjegojmë në mendimin personal të Ebu Hanifës. Nëse ai është talibul ilm që don me i ditë, okej, po fetfaja dhe të vepruarit në medheb është sipas mendimit të Imam Ebu Jusufit dhe Imam Muhammedit. Do thot fillon me sabajin e ditës së Arafatit dhe përfundon me namazin e iqindijës ditën e 4 të ditës së Bajramit, ose ditën e 3 të ditëve të shrikut, ose ditën e 5 të ditës së Arafatit. O tekbir, po du të përfundojmë këtë temë. O tekbiri si është teksti, tekbiri thot en jekule Allahu Akbar, merretani, 2 herë, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu wallahu Akbar, walillahi l-hamd. Pra kjo është teksti i tekbirit, thot lima ruvja në sallallahu aleyhi wasallam, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam hadithin e bept kësaj, në khairun ma kulna wa qalatil anbiya'u qablana, thot puna më e fjala më e mirë që kemi thonë na dhe kanë thonë pejgamberët para neve, fi yawmina hadha, në këtë ditë, pra ditën e Arafatit, është Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, walillahi l-hamd. Prandaj ka edhe tekbire, tekste edhe tekbire tjera, transmetime të tjera nëse shtohen. Për shembull, këto janë çështje tjera, nuk prishin punë, po kjo është çka e plotson vajxhibin. Çka ka tjetër? Nuk ka diçka tjetër. Wa yazidu ala hadha man sha'a in sha'a. Pra Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, wallahu akbar, walillahi l-hamd. Kjo është teksti i tekbirit. Wa yazidu ala dhalika in sha'a, nëse do, thot Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illa Allahu wahdahu, صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج
محمد وسلم تسليما كذا في مجمع الروايات شرح القدوري. Kështu thuhet në veprën Mejma ur-Rivayat të shpjegimit të Imam Kuduriut, dhe ne me këtë e përfundojmë edhe namazin e bajramove, dhe në ligjëratën tjetër inshallah me titullin ose me temën që do të na vjen në rend, po Allahu alem, o billahi tawfik, deri në ligjëratën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.